Përshëndetje sa mirë se ke ardhur në Solo Intervista. Çfarë mund të thoni diçka për karrierën tuaj nga fillimi deri sot? Është një falënderim nga ana ime për intervistën tuaj, sepse vërtet ndihemi emocionuar nga që jam këtu në vendlindjen e artit tim. Jam vetëm 1 kilometër nga larg nga Apolonia, në studion e miku tim Gaz Gega, dhe sinqerisht vetëm pak orë më parë unë kam qenë atje ku kam startuar si artist, i thonë rreth 40 vite më parë, në Apoloni si restaurator për mozaikët e antikitetit, dhe sa e shkoj kam një emocion të veçantë. Nuk e di, janë sa gjëra që nuk thuhen me fjalë, po një prekje, një shikim i atyre vendeve nga e kam nisur, mua më jep një emocion të jashtëzakonshëm. Ka qenë një pyetje që unë e kam bërë në fëmijëri, atëherë kur shikoj ato mozaikët e antikitetit bërë aq mrekullisht, dhe me mjetet që mund të kenë qenë të bëra, të poseduar në 3000 vjet më parë. Dhe thua, si ka mundësi këta njerëz, kjo ka qenë ajo pjesa që unë duhet të zgjidhja, enigma që duhet të zgjidhja. Në 40 vjet karrierë tani jam gati që të jap një përgjigje dhe them që është dashuria për artin. Është ajo pjesa që ne çdo materie mund ta kthejmë në vepër arti, ashtu si çdo fjalë, po e them kështu poetikisht, ashtu si çdo fjalë mund ta kthejmë jo në fjalë agresive, por mund ta kthejmë në fjalë të mirë, ashtu si çdo notë muzikore që është rreth nesh, që kompozitori e merr dhe vendos mbi pentagram, kështu janë dhe gurët e mozaikut që ekzistojnë kudo, por duhet një artist si ti marr, i vendosin atë pentagramin e mozaicistit, themi, dhe të krijoj muzikë dhe mozaik. Kështu, ky emocion mua më mban gjallë për ta çuar për më tej teknikën e mozaikut, është teknikë e lashtë në Shqipëri, daton 3500 vjet më parë. Ka lindur me gurët e natyral, siç është Bukuroshe e Durrësit, pastaj në perfeksion, Apolonia dhe Bylisi janë në perfeksion i vërtet.